Në zemër të qytetit të Fierit, një flamur gjigant ku qezi është shpalosur mbi një godin, duke krijuar një pamje mbreslënse dhe plot emocion. Flamuri me shqiponjën dy krenare mbulon pothuajse të gjithë fasadën, duke u bërë menjëherë qendra e vëmendjes për kalimtarët. Kjo iniciative e tifozërisë së Zjarr Fierake vjen në kuadër të ndeshjes Shqipëri-Poloni, duke reflektuar mbështetjen e fortë për kombëtaren e duke krijuar një atmosferë festive në qytet. Ky flamur është valvitur në 30 qytete bashkëshqiptare e sot vjen me një tjetër emocion. Kështu është shprehur kryetari i shoqatës adhetare për identitet dhe bashkim kombëtar për degën e Fierit Krista Iziu, në pamundësi për ta shpalosur në stadium e vendosëm në qendër të qytetit të Fierit, ka pohuar ai. Dy kombëtarët tona luajnë për botrorin, luajnë dy zemra për një komb, ndaj dhe atmosfera është kaq e zjarrt, ka thënë Ziu. Ky flamur është hapur në 30 qytetet e Shqipërisë, në Dardanin, Ilirid, në Malëzi. Ne si shoqata adhetare sot në ditën e dy kombëtarëve që luajnë sot për botror, luajnë dy zemra për një komb. Dhe kjo është e gjithë motiva që ne po e kemi zbukuruar Fierin dhe kemi bërë kaq bukur që në këto orë të para që ne presim sot një rezultat nga djemtë tanë Dardan dhe nga djemtë tanë që janë në Poloni me rezultat pozitiv që t'i shikojmë njerë në botror. Dhe ne si shoqata adhetare ne i ndjekim në çdo lojë që luajnë në të gjithë stadiumet. Ky flamur e shapë edhe në stadium, po mundësia sot nuk ishte për t'i në Poloni, ne zbukurojmë qytetin tonë të Fierit dhe ky shesh këtu do mbushet në orët e mbrëmjes plot me të gjithë fierakët. Ky flamur është një herë zgjedhje një thirrje për më shumë mbështetje ndaj kombëtarëve tona, ka thënë ai duke u shprehur i bindur në fitore. Thirrja është një gjë më e bukur, sa bukur do ishte gjithë shqiptarët nga Nishi deri në Prevez, siç janë sot në ditën e ndeshjeve të dyja kombëtarëve, shqiptarët duhet të jenë bashkë, një komb, një flamur. Do fitojmë se s'bën.